Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Fillon shpërndarja e bonusit të fundvitit për pensionistët në Shqipëri. Vendimi u njoftua nga Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit. Përmes rrjeteve sociale, Delina Ibrahimaj premton 15.000 lekë shpërblim për pensionistët që marrin deri në 20.000 lekë dhe kategoritë të tjera përfituesish për pensionet që marrin deri në 20.000 lekë. Përfituesi rreth 762.000 pensionistë, për e tyre rreth 640.000 marrin një pension pleqërie, të tjerët marrin pension social, invaliditeti, familjar, trajtim të veçantë financiar, si minatorët e nëntokës, punojësit e ndërmarrjeve ushtarake dhe ushtarakët të pension të parakohshëm. Problemi mund të tërhiqet deri më 30 qershor 2026. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkon hetim nga Prokuroria Publike Europiane dhe Prokuroria e Mbretërisë së Belgjikës në lidhje me tenderin për ndërtimin e kampusit të Kolegjit Evropian në Tiranë. Në një konferencë përshtyp nga Selia Blu pas arrestimit dhe lirimit të ish-komisioneres europiane Federica Mogherini, kryedemokrati Berisha kërkoi të hetojnë komunikimet e saj me kryeministri Rama me telefona të koduar si Sky ECC Matrix, të cilët kanë vërtetuar se Rama i ka përdorur në raste të tjera të korrupsionit ndërkombëtar. Qeveria e Kosovës njeh ngërçin e krijuar në grevën e shërbimit të transportit publik në Prishtinë. Ministri i Detyrës së Financave Kuran Murati deklaroi alokimin e mjeteve në kategorinë mallra dhe shërbime në vlerën prej 2.7 milionë euro. Ky fond është i destinuar për pagesën e operatorëve të transportit publik, sipas vendimit të Kuvendit të Prishtinës. Kjo pjesë është proceduar veçmas nga pjesa tjetër prej 25.9 milion euro e projekteve kapitale në mënyrë që të kryhet me prioritet, sepse kapitalet, duke qenë në shumë linja, marrin kohë më të gjatë dhe nuk do të ishte mundur të kryheshin sot, apelon Kuran Murati. Për javësh punëtorët e transportit publik qëndruan në grevë për të marrë pagat e prapambetura. Lufta kundër korrupsionit kërkon qasje të bazuar në fakte, lista të qarta të rreziqeve dhe vigjilencë të vazhdueshme institucionale, është apeli i zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë në Republikën e Maqedonisë së Veriut Arben Fetaj. Gjatë fjalimit në konferencën globale të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për përdorimin e të dhënave në matjen e korrupsionit nga Selia OKB-s në New York, Fetaj nënvizoi se korrupsioni nuk luftohet me supozime, me intuit apo me ndërhyrje të rastësishme, por përballet me fakte, me vigjilencë institucionale dhe me një përkushtim të palëkundur ndaj interesit publik. Bota. Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian arrin marrëveshjen mbi një rregullore që parashikon një ndalim gradual dhe ligjërisht të detyrueshëm të importeve të gazit natyror të lëngshëm deri në vitin 2027. Marrëveshja e arritur nga ligjvënësit të martën vonë në mbrëmje për kontratat afatshkurtëra të lidhura përpara 17 qershorit 2025 parashikon ndalimin e importeve të gazit të lëngshëm rus nga 25 prilli 2026 dhe nga 17 qershori 2026 për gazin e transportuar nëpërmjet tubacionit. Për kontratat afatgjata për importin e gazit të lëngshëm, ndalimi hyn në fuqi nga 1 janari 2027, siç parashikohet dhe në paketën e 19 të sanksioneve kundër Rusisë. Sa i përket kontratave afatgjata për importin e gazit rus përmes tubacioneve, ndalimi do të hyjë në fuqi më 30 shtator 2027 me kusht që kapacitetet e magazinimit të gazit jenë të mbushura mjaftueshëm dhe jo më vonë se 1 nëntori 2027. Komisioni Evropian propozoi një rregullore për të ndaluar importet e gazit rus në vend të sanksioneve, pasi rregulloria mund të miratohet me shumicë të kualifikuar, ndërsa sanksionet kërkojnë pëlqimin unanim nga të gjitha shtetet anëtare. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.